Shenjat e Zotit për martesën, si të njohësh kohën e tij. Përshëndetje, miq të mi të dashur në Zot. Sot dua të flasim për një temë që prekthell zemrat e shumë prej nesh, veçanërisht atyre që po jetojnë në një sezon pritjeje, martesën. Jo atë martesën dramatike, të mbushur me zhurmë dhe emocione të menjëhershme si në filmat hollywoodian, por atë martesën e planifikuar me dashuri të thellë dhe qëllim hyjnor nga vetë Zoti. Në këtë video do të zhytemi thellë në mënyrën se si Zoti komunikon shenjat për martesën, shenja që nuk janë gjithmonë të mëdha, të shurmshme apo si në një shfaqje zjarri artificial, por delikate, si një fllak i butë pranë ose një dritë e lehtë me errësirë. Do të trajtojmë ato dyshime të zakonshme që na mundojnë gjatë këtij sezoni pritjeje, pse unë ende nuk jam gati. Kur do të vijë personi i duhur? A është Zoti i heshtur ose konfuz për jetën time? Mos u shqetësoni, miq të mi, Zoti nuk është as pak i heshtur apo konfuz. Ai po punon në fshehtësi, si një artist që pikturon një kryevepër, dhe koha e tij është gjithmonë perfekte. Sot do të mbulojmë me detaje të gjitha aspektet, dëshirën hyjnore për martesë, sezonin e pritjes si një kohë të vyer përgatitjeje, qëllimin e madh të Zotit në martesë, përgatitjen personale gjatë kësaj periudhe, shenjat specifike që ai dërgon për të treguar se koha po afrohet, taktikat e armikut që përpiqet të na pengojë, dhe më e rëndësishmja, rëndësinë e besimit dhe si të përgatiteni praktikisht. Nëse jeni në mes të kësaj pritjeje ose thjesht po mendoni për të, kjo video është pikërisht për ju. Merrni një filxhan çaji ose kafeje, uluni rehat, relaksohuni dhe lejojeni Zotin të flasë drejt për drejt përmes fjalëve të mia. Le të fillojmë këtë udhëtim shpirtëror bashk, do të jetë një video plot me inkurajim dhe zbulime. Pika 1. Dëshira për martesë. E para, le të pranojmë me sinqeritet, dëshira për martesë nuk është thjesht një emocion kalimtar, një presion shoqëror nga miqt ose familja, apo një defekt që duhet fshehur. Jo, miq të mi, kjo dëshirë është e vendosur nga vetë Zoti në zemrën tuaj. Mendoni për Biblën, ku Zoti thotë qartë, nuk është mirë që njeriu të jetë i vetëm, unë do t'i bëj një ndihmëtar të përshtatshëm. Kjo nuk është një ide e rastësishme, është një thirrje hyjnore e thellë për të krijuar një beslidhje që reflekton dashurinë e tij të pafund, si një pasqyrë e marrëdhënies midis Krishtit dhe kishës. Mos e shihni këtë dëshirë si një dobësi ose një pikë e dobët në karakterin tuaj, mos, ajo është një dhuratë e çmuar nga Krijuesi. Është si një farë që Zoti e ka mbjellë në shpirtin tuaj për të rënë frut në kohën e duhur. Nëse e ndjeni këtë dëshirë sot, mos u ndjeni fajtor, falënderoni Zotin me gjithë zemër, sepse ai e ka vendosur aty për një arsye të madhe, për një histori që do të ndryshojë jo vetëm jetën tuaj, por edhe jetët e të tjerëve rreth jush. Imagjinoni, kjo dëshirë është hapi i parë drejt një martese që do të sjellë lavdi për mbretërinë e tij. Pika 2. Sezoni i pritjes. Tani, pse duket sikur koha nuk kalon kurrë dhe martesa duket si një ëndër e largët? Pse ndihemi sikur të gjithë të tjerët po ecin përpara, ndërsa ne jemi të ngecur? Miq të mi, kjo nuk është një vonesë e padrejtë ose një dështim nga ana e Zotit, as pak. Është një sezon i shenjtë përgatitjeje, një kohë ku ai po ju formson si një skulptor i Zotit që punon me durim mbi gurin e çmuar. Në Bibël, Davidi na inkurajon, prit Zotin, i guximshëm dhe i fortë zemra jote, po, prit Zotin. Pritja nuk është një dënim ose një ndëshkim për gabimet e kaluara, është një privilegj, një kohë e vyer për të mësuar durimin që ndërton karakter, besimin që lëviz male dhe identitetin tuaj të vërtet në Zot, jo si një beqar i vetëm, por si një bir i tij i dashur me një mision të madh. Imagjinoni për një moment, pa këtë sezon pritjeje do të ishit gati për një martesë të shpejtë, por jo për qëllimin e saj të plotë, jo për të qenë partneri i duhur që Zoti ka parashikuar. Kujtoni historinë e Abrahamit dhe Sarës, pritën vite të tëra, por kur erdhi Izaku, ai nuk ishte thjesht një fëmijë, por një premtim i përmbushur që ndryshoi histori. Pra, në sezonin tuaj të pritjes, pyesni veten, çfarë po mëson Zoti sot? Kjo do ta kthejë anktin në emocion. Pika 3. Qëllimi i Zotit në martesë. Martesa nuk është thjesht një festë e bukur, një kontratë ligjore, apo një mënyrë për të gjetur lumturi personale afatshkurtër. Jo, miq të mi, ajo është shumë më tepër. Është një beslidhje e shenjtë dhe një partneritet i krijuar nga Zoti për të përmbushur një qëllim më të madh se vetja jonë e vogël. Siç shpjegon Bibla më bukur, prandaj do të lërë njeriu baban dhe nënën e tij dhe do të ngjitet me gruan e tij dhe të dy do të bëhen një mish. Ky mister është i madh, por unë them se i përket Krishtit dhe kishës. Martesa është një pasqyrë e dashurisë së pafund të Krishtit për ne, një vend ku ju ndihmoni njëri tjetrin të rriteni shpirtërisht, të falni si ai fal, të shërbeni bashkësisht në kishë dhe komunitet, dhe të ndani dritën e ungjillit me botën rreth jush. Zoti nuk krijon martesa për të mbushur boshllëqe emocionale, ai krijon që të jenë një dëshmi e fuqishme e fuqisë së tij. Kur e shihni martesën kështu, pritja nuk bëhet më një barë e rëndë, bëhet emocionuese. Ai po ndërton diçka të përjetshme, një trashëgimi që do të vazhdojë breza pas brezash.
Mendoni për Ruth dhe Boazin, martesa e tyre nuk ishte rastësore, por pjesë e një plani hyjnor që çoi në lindjen e Davidit dhe në fund të Krishtit. Pra, martesa juaj do të jetë e tillë, një histori lavdie. Pika 4. Përgatitja gjatë pritjes. Gjatë këtij sezoni pritjeje, mos mendoni se jeni duke humbur kohë, Zoti po ju formson me kujdes në personin e duhur për beslidhjen që ai ka parashikuar. Po ju mëson të doni pa kushte si ai, të falni plagët e kaluara, të komunikoni me sinqeritet dhe të ndërtoni karakter që do të mbajë një martesë të fortë. Është si një stërvitje intensive për një garë maraton, nuk doni të hyni në garë të papërgatitur, me mishin e dobët ose mendjen e shpërqendruar. Pyetni veten çdo ditë, çfarë po mëson Zoti tani? Cili zakon po duhet të ndryshoj? Si po më formon ai për të qenë bashkëshorti që i nevojitet partnerit tim të ardhshëm? Kjo përgatitje ju bën të pathyeshëm, gati për sfida dhe gëzime. Për shembull, nëse po luftoni me durimin, Zoti po ju stërvit përmes pritjes, nëse me faljen, po ju jep mundësi për të liruar të kaluarën. Kujtoni Jozefin në Egjipt, vuajtjet e tij ishin përgatitje për një rol mbretëror. Po kështu, pritja juaj po ju bën mbretër dhe mbretëresh për mbretërinë e martesës. Filloni sot, lexoni libra si Dashuria e vërtetë nga Gary Chapman, lutuni për karakterin tuaj dhe zhvilloni hobi që do t'i ndani me partnerin e ardhshëm. Kjo do ta bëjë ardhjen e tij të lehtë dhe të gëzueshme. Pika 5. Shenjat e ardhjes së martesës. Le të kalojmë te pjesa më emocionuese e videos, shenjat specifike që Zoti dërgon për të treguar se koha e martesës po afrohet. Këto nuk janë shenja dramatike si një zë nga qielli ose ëndra profetike, janë delikate, si një fllad i lehtë ose një copës pusle që bie në vend. Le t'i shohim një nga një me shembuj praktik. Së pari, ndryshimi në shpirt, do të ndjeni një paqe të pashpjegueshme për të ardhmen, si një det i qetë pas një stuhie. Brendësia juaj ndryshon, shpërqendrimet e vjetra, si ëndrat për marrëdhënie të gabuara, humbasin fuqinë e tyre. Siç thot Bibla, dhe paqja e Zotit që kalon çdo mendim, do t'ju ruaj zemrat dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Kjo paqe është shenjë se Zoti po hap dyert. Së dyti, thyrja e cikleve të kaluara, modelet e vjetra, marrëdhënie toksike, zakone si xhelozia ose varësia nga media sociale, fillojnë të thyen natyrshëm. Zoti po pastron rrugën si një rrugë që hapet pas një stuhje të madhe. Një shembull, një vajzë që dikur ndiqte çdo djalë të vetëm, papritur ndalon dhe fokusohet te vetja. Ky është Zoti në punë. Së treti, paqe gjatë pritjes, nuk jeni më të frustruar çdo fundjavë kur shihni çifte, keni një besim të qetë, si të ecni në një kopsht pa ankth. Është një dhuratë e shpirtit të shenjtë që thot, unë po kujdesem. Së katërti, biseda ose mesazhe të papritur, predikimet në kish, bisedat me miq ose postimet në Instagram fillojnë të përmendin martesën me një ritëm të çuditshëm. Zoti po forcon mesazhin e tij përmes të përditshmes, siç bëri me Elizabetën dhe Zakarin. Mbajeni mend, ai flet kështu. Së pesti, rritja shpirtërore, kërkoni Zotin më shumë se kur, lini zakonet e këqija si lajmet e vonuara ose grindjet e panevojshme, bëheni më të pjekur shpirtërisht dhe dëshirat tuaja harmonizohen me vullnetin e tij. Kjo është shenja më e fortë, si një far që lulëzon në një pemë të madhe. Nëse po ndjeni këto, festoni, koha po vjen. Pika 6. Taktikat e armikut. Por, miq të mi, mos harroni se armiku nuk do që të dëgjoni këto shenja ose të përgatiteni. Ai përpiqet të mbjellë dyshim, nuk do të vijë kur martesa jote, frikë, je shumë i vjetër ose e vetme për të gjetur dikë, dhe shgënjim, kënaqur me më pak, mos prit më. Siç paralajmëron Bibla, i matur, i vigjilent, sepse armiku juaj, djalli, endet si një luan që rrugon duke kërkuar këtë gëllti. Mos i jepni fuqi këtyre gënjeshtrave. Lutuni çdo ditë, mbani mend premtimet e Zotit dhe mbajeni syt të shenjat e tij. Armiku është i mundur, Zoti është më i madh. Pika 7. Rëndësia e besimit dhe përgatitjes. Përfundimisht, mos humbni kohë duke pyetur nëse martesa do të ndodhë, ajo do, sepse Zoti premton. Pyesni si të përgatiteni sot. Ruani zemrën tuaj si thesarin më të çmuar, mbaje zemrën më sipër çdo gjëje, sepse prej saj buron jeta, jini selektiv me marrëdhëniet, mos pranoni më pak se ajo që Zoti premton dhe fokusohuni në rritje personale përmes lutjes, shërbesës dhe komunitetit. Zoti po përgatit të dy ju dhe partnerin tuaj për një bashkim të fuqishëm, të qëllimshëm që do të ndryshojë botën. Besimi juaj është qelësi i artë, ai po vjen në kohën e tij perfekte, si një perëndi që lind në mesnatë. Përfundimi dhe thirrja për veprim. Miq të mi, Zoti po flet drejt për drejt, dëgjoni shenjat e tij delikate dhe veproni. Nëse kjo video ju preku thellë, pëlqeni, ndajeni me dikën në pritje dhe shkruani në komente, cila shenjë e keni parë së fundmi në jetën tuaj. Abonohuni për më shumë mesazhe shpirtërore që ndryshojnë jetë. Lutemi bashk, Zot, ndihmona të presim me gëzim dhe besim të plotë. Faleminderit që ndenjet me mua, Zoti ju bekoft të gjithëve.